Kush ja nis luftës më i pari. Është 2 kushti vitit 1996. Në mënyrë të njëkohshme, grupet guerile godasin stacionet e policisë në Podujev, Luzhan, Kerpime, Orlan dhe Prishtinë. Është aksioni i parë i këtij lloji, që dëshmon se tashmë është ngritur një strukturë ushtarake organizuar që paralajmëron luftën e armatosur për shërim. Në 1 tetor të vitit 1991, grupi i parë i patriotëve, ku bën pjesë Zahir Pajaziti, të frymëzuar nga aktiviteti i asaj që njihet si Çeta e Llapit, kreu i të cilës Ali Ajeti u vra në vitin 1989, përbërja fillestare e grupit është e kufizuar, por mëtej ai nis të zgjerohet me hapa të ngadalt, por të sigurt. Zahir Pajaziti e patriotë të tjerë menduan se kishte ardhur koha për një lëvizje të armatosur. Kjo është arsyeja për të cilën ai mori pjesë në stërvitjen e 1991-shit në Shqipëri, ku ushtruan edhe Adem Jashari, Sali Çekaj, Ilas Kodra e të tjerë. Shumica i shumë behet parë, një shumë kënaqësisë, nga ka morë mendja që për herë parë do të veshëm uniformën e shtetit shqiptar, është një kënaqësi ajo. Por lirisht mund të them se ishte edhe formuesi i ushtrisë shërimtare të Kosovës deri në ditën e rënies së tij në fushën e nderit në Pestov. Në efekti i parë ishte që populli i Kosovës ta shihte dorën e vet se po vepron kundër armikut, dhe në anën tjetër armiku ta kupton që një organizim i fuqishëm ushtarak po zhvillohet në Kosovë dhe në të ardhmen e afërt do të ketë një luftë me përmosa më të mëdha për shtirimin e Kosovës. Zahiri nuk fliste për rezistencën në shtëpi, për rezistencën në Orlan, fliste për rezistencën gjithkombëtare për te Kosovës zyrtare. Zahiri akon me 2 zemra. Po në i ke komen nguri si lujke mas aty. S'ka dit mu frigu kur. S'ka thonë kur, apo bim prit, apo vrahem. A ku kufini, a ka ushtar, a s'ka. Zahiri o konë i veçantë. Zahir Pajaziti, Qerim Kelmendi, Ilir Konushevci, Adrian Krasniqi, Luan Haradinaj e mjaft të tjerë kanë kaluar në vazhdimsi nga kjo bazë fort e rëndësishme.